Nëse nuk pastrohen mirë ose nëse nuk mirëmbohen këshillave, a mund të kenë vetëm probleme ta zë me një pezmatim të mishrave të dhëmbëve ose diçka tjetër, apo ka dhe rrezik tjetër? Realisht higjiena orale është thelbësore, edhe nëse një pacient nuk ka trajtim ortodontik për shëndetin oral. Mirë, po veçanërisht duhet t'i kushtojmë rëndësi gjatë trajtimit ortodontik. Nëse nuk realizohet higjiena orale, atëherë vjen deri tek shfaqja si quhen njollat e bardha apo white spot, që janë një ndër shenjat e para të kariesit, pastaj inflamacioni i mishit të dhëmbëve dhe në stadët më të avancuar mund të shkatërrohen edhe pjesë tjera të aparatit mbështetës të dhëmbit. Si rregull i protokollit ortodontik është që para se të fillohet me terapi ortodontike, duhet të sanohen të gjithë dhëmbët, të trajtohen, si dhe të bëhet largimi i depozitimeve të buta dhe të forta, pastaj të fillohet të thotë trajtimi ortodontik. Sigurisht në raste nuk janë të shpeshta, fatmirësisht, por nëse konstatohet që pacienti nuk e mban higjienën, atëherë detyrohemi edhe me ia largu aparatin ortodontik fiks, sepse nuk ka kuptim me drejtu një dhëmb i cili ndoshta në të ardhmen kemi me humbë për shkak që pacienti për shkak kariesit ose për shkak të inflamimit të gingivave ka ardhur deri te humbja e tij. Doktoresh, janë produkte specifike këto që duhet me mirëmbajt, apo janë të zakonshme pas të dhëmbëve brush? Jo, realisht ajo higjiena normale është bazike gjithmonë. Unë një pjesë të hulumtimit tim të doktoraturës e kam për masat preventive të pacientët të trajtuar me aparate ortodontike fikse, ku ekzistojnë tashmë evidenca shkencore që pacientët të cilët krahas higjienës normale të gojës kanë përdorur edhe preparate preventive me përmbajtje flori, siç është shpërlarësit, pastaj edhe preparate tjera me përmbajtje flori që aplikohen te stomatologu, kanë treguar domethënë rezultate më të vogla. E kanë ulat incidencën e paraqitjes së kariesit dhe të inflamacionit të gingives. Do thotë ka edhe mjete ndihmëse përveç ato të cilat brushat specifike të cilat janë engas për rastet me trajtime ortodontike fikse. Sa është rëndësishëm bashkëpunimi i pacientit në këtë rast? Bashkëpunimi i pacientit është shumë i rëndësishëm, për shembull të aparatë ortodontike mobile ose këto trejat transparente që kam edhe më herët, se këto varen drejt për drejt nga pacienti, se pacienti i vendos dhe largon nga goja, dhe duhet të mbahet non-stop. Edhe të aparatë ortodontike fikse duhet të jetë bashkëpunimi, sepse ato vendosen nga ana e mjekut dhe largohen, po edhe këtu ekzistojnë disa aksesorë, disa pjesë të cilat duhet pacienti mi vendos dhe mi largu. Tjetra që është shumë e rëndësishme, edhe bashkëpunim për mua është edhe higjiena orale e gojës, me mbajt si duhet. Pastaj edhe respektimi i kontrollave të rregullta ortodontike, çush i rekomandon mjeku. Të gjitha këto do të tregojnë bashkëpunimi është pjesë e pandashme dhe rezultati edhe një trajtim më i mirë ortodontik, nëse nuk bashkëpunon pacienti, nuk i përcjell rekomandimet e ortodontit, atëherë ai nuk do të ketë sukses.